Ndotja e ambientit në Kosovë vazhdon të jetë shqetësuese. Këtë gjendje duket se rëndojnë edhe veturat e vjetra. Por këto vetura mund të futen në Kosovë vetëm edhe këtë vit pohojnë në Ministrinë e Infrastrukturës. Ky vendim është marrë për shkak që duke llogaritës gjithashtu edhe ndotjen e ambientit edhe kushtet tjera të cilat ne i kemi në Kosovë, atëherë kjo është periudhë, ky ligj është i mirësor dhe duhet të zbatohet. Nuk kemi një shifër të saktë, mirë po është një shifër relativisht e lartë e vetura të cilat është duke qarkulluar në Kosovë e këtyre vetura të cilat e kanë ndotjen, e kanë rrezikshmërinë, e kanë kushtet teknike. Këtë lajm e kanë mirëpritur ambientalistët, por sipas kryetarit të Partisë së Gjelbër, Daud Maloku, ky vendim i qeverisë është i vënuar. Kjo që ka ndodhur domosdoshmë është mirë po ajo që dikur u liruim porti ishte gabim. Edhe këto pasoja do të bartën edhe në të ardhmen përderisa këto automjete do të jenë qarkullim. Automobili i ri dhe automobili i vjetër të njëjtit prodhues, ndotja e të vjetrit, sipas matjes laboratorike ndodh edhe 50 herë më shumë, është i dëmshëm për ambientin dhe për shëndetin tonë. Ndërsa shitësit e veturave të reja konsiderojnë se ky vendim i qeverisë për ndalimin e veturave më të vjetra se 10 vjet është i qelluar. Më së pari do të marr parasysh sigurinë në rrugë. Nëse bëhet kufizimi i veturave më të vjetra se 10 vite, atëherë në mënyrë automatike edhe popullata si popullat kanë më qenë më e siguruar në komunikacion, të marr parasysh gjendjen teknike këtyre llojeve të automjeteve. Këtë lajm si duket nuk e kanë pritur mirë shitësit e veturave të vjetra, asnjëri nga ta nuk pranoi të flasë. Përveç veturave, ambientalisti Maloku kërkon nga qeveria që të ketë ndalesa edhe për automjetet e tjera. Kemi akoma në qarkullim autobusa të vjetra të cilët ndotin ambientin sa një ngrohtore vogël, për fat keq. Mirë po, domon dal ngadalë ajo ashtu si dalin nga qarkullimi këtu, sigurisht që do të ketë një ndikim pozitiv, edhe pse Prishtina për shembull nëse marrim si kryeqendër ku kemi pak gjelbrim, pak prodhim të oksigjenit, pak generator të oksigjenit të ajrit pastër. Sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme në Kosovë janë mbi 385.000 automjete, ndërsa të regjistruara mbi 300.000. Një ulëmtim i publikuar muaj më parë nga Instituti për Hulumtime të Avancuara, GAP, tregoi se mesatarja e vjetërsisë së veturave është 18 vjet, 10 vjet më shumë se mesatarja e veturave që qarkullojnë brenda Bashkimit Evropian.